për drejtësinë. Është kënaqësi e veçantë. Veçanërisht nga gjithë, me gjithë, ju uroj juve me sukses, me lavdi, me juve, më falni. Ju falenderoj për arsye se bota një botë. Shok profesor, shok akademik. Profesor Ismeti është vetë historia e gjallë e shkollës juridike shqiptare. Ai ka qenë model në përkushtimin ndaj dijes dhe edukimit të brezave të rinj. Sepse drejtësia e re ka gjithashtu nevojë për kurrët e vet kilometrik, për modele dhe shembuj të integritetit e profesionalizmit. Ashtu siç i takon gjithë Shqipërisë. Dhe në 10 vitet e fundit, vendi ka njohur reformën në drejtësi, që për nga përmasa, ndikimi, transformimi e mbi të gjitha nga pritshmëritë ndaj saj, është një nga sipërmarrjet më të fuqishme të kryera në këto 3 dekada. Dhe drejt për drejt e zhvillimit të legjislacionit penal shqiptar. Si njëri student i tij e ndjesi Çrënjosja e pandëshkueshmërisë dhe instalimi i kulturës së shtetarit si administratori i përgjithshëm i interesit publik është një gur kilometrik. Zhvillimi sasior të saj e dallojmë nga numri i rasteve që ndiqen penalisht. Zhvillimin cilësor e dallojmë kur me kurajo, vendosmëri dhe drejtësi zbatohet ligji ndaj të fuqishmeve apo atyre që janë të paprekshme. Kultura e hetimit profesional të paanshëm dhe të pavarur është gjithashtu një gur kilometrik. Vetingu permanent, kontrolli i bërëndshëm dhe vetpastrimi zë një vend të rëndësishëm në gurët kilometrik të drejtësisë së re. Drejtësia e re nuk mund të jetë e re nëse ajo shfaq simptomat e drejtësisë së vjetër, si korrupsionin, klientelizmin apo korporativizmin. Ajo duhet shfaq imunitet të padiskutueshëm dhe të jetë e padepërtueshme nga smundjet e vjetra. Drejtësia e re ka identitetin dhe moralin e njerëzve që e bëjnë dhe e përbëjnë atë. Përsia juaj me profesorin Lezën është shumë e ngushtë. Drejtësia e re duhet pranuar si thirrje dhe kontributi për të duhet kuptuar si premtim solen. Rruga është ende e gjatë, por suksesi është shfaqur në horizont. Mbështetja ime ndaj jush është e palëkundur. Mbështes pavarësinë, transparencën dhe zbatimin e standardeve. Me përkushtimin tuaj, jam i sigurt se suksesi do të jetë i arritshëm. Nderuar pranishëm, nga dia e tij, i shpreh profesori Ismet Elezit fjalë e rastit. Edhe uroj që të keni suksese e fitore. Familjare dhe të vazhdoj të kontribuosh sepse je akoma i ri. Na duhet. Faleminderit. Po pres se tani do të kemi Rofshi, juve jeni nderi kumbi. Edhe kam besim të plot se do të realizoni gjithë urime.